Siç u njoftuat edhe nga kryetari i kuvendit në këtë takim të thirrur nga kryetari, diskutuam për certifikimin e rezultateve nga zgjedhjet e 9 shkurtit, përkatësisht për mandatet që kanë fituar grupet apo subjektet politike, po ashtu për çështjen e seancës konstituive, që është thirrur nga presidentja e vendit më datë 15 shkurt. Pra pas 7 ditëve do të mbahet kjo seancë që është në përputhje me kushtetutën apo kërkesave që dalin nga Kushtetuta e Republikës Kosovës. Po ashtu për regjistrimin e deputetëve, me që rast po shfrytëzoj rastin që përmes jush t'i njoftoj edhe deputetët e grupit ton parlamentar që regjistrimi i tyre do të bëhet më datë 10 prill nga ora 9 deri në orën 16. Gjithashtu njoftuam që seanca konstituive do të thirret apo do të kryesohet nga deputeti më i vjetër në moshë, zoti Avni Dehari, dhe nga zonja Sala Jashari, që është deputetja më e re në moshë. Po ashtu diskutuam edhe për komisionin që ndërlidhet me verifikimin e mandateve të deputetëve, betimin e deputetëve dhe po ashtu për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe nënkryetarëve të kuvendit të Republikës së Kosovës. Me që rast, unë njoftuam që pas zgjedhjen e kryetarit dhe të gjithë nënkryetarëve të kuvendit të Republikës së Kosovës nuk mund të konsiderohet që është konstituar kuvendi i Republikës së Kosovës. Prandaj, unë sot isha e pranishme për të përfaqësuar lëvizjen vetëvendosje në këtë takim. Natyrisht që ishte një takim që ndërlidhej me përgatitjet pra për seancën e 15 prillit dhe tani jam e gatshme në qoftë se ju ka mbetur edhe ndonjë pyetje pa përgjigje. Sa i përket asaj që keni qenë më e zëshmja apo e kundërta e asaj, unë nuk e di se si po i masni, domethënë se cili prej anëtarëve të vetëvendosjes është më i zëshëm kundrejt të tjerëve. Qëndrimet tona janë qëndrimet të subjektit politik, që subjekti politik vlerëson pastaj kush janë personat që i adresojnë përgjigjet apo çështjet që ndërlidhen me një subjekt tjetër politik apo me një çështje tjetër. Nëse ju e konsideroni kështu, atëherë është vlerësim i juaj. Në këtë drejtim, asnjë prej çështjeve të cilat ne i kemi thënë kundrejt një subjekti politik nuk kemi tërhequr, pra nga asnjëra prej atyre çështjeve. Nuk po flas këtu as për fyrje, as për ofendime, as për diçka tjetër, por të paktën po flas për qëndrimet publike, politike që i kemi pasur ndaj subjekteve tjera politike, siç e dini për këtë çështje tashmë Prokuria Themelore në Prishtinë është duke bërë hetime. Prokuria Themelore sipas informacioneve që ne i kemi që kanë qenë publike, ka kërkuar edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dokumentacione përkatëse në raport me procesin e votimit të mërgatës tonë. Prandaj, me që është në duar të prokurorisë, është rëndësishme që çfarëdo pyetje që keni të adresoni te Prokuria Themelore në Prishtinë. Ajo që unë vlerësoj është që secili person i cili është i përfshirë në këtë krim, pra me votat e mërgatës, duhet të jap përgjegjësi penale, por natyrisht edhe politike. Por kush janë emrat e përveçëm, natyrisht që kjo është përgjegjësia e institucioneve të drejtësisë. Siç e keni parë, lëvizja vetëvendosje përmes kryetarit apo kryeministrit Kurti është në fazën e konsultimeve me subjekte të ndryshme në Republikën e Kosovës me qëllim të konstituimit të kuvendit të Republikës së Kosovës dhe votimit të qeverisë së re. Dhe në këtë drejtim të gjitha veprimet tona kanë qenë publike, kanë qenë transparente, asnjë prej këtyre nuk i kemi mbajtur fshehur, larg syve të opinionit publik apo larg mediave. Prandaj, deri në seancën konstituive janë edhe 7 ditë, pra deri më 15 prill. Natyrisht që nuk e përjashtoj mundësinë që brenda këtyre 7 ditëve do të ketë veprime tjera, do të ketë përpjekje tjera për takime. Prandaj, në këtë rast, kryeministri Kurti, kryetari Kurti, ka ftuar për takim lidhjen demokratike të Kosovës për nesër apo për pas nesër. Me sa kam parë letrën, janë 2 ditë në disa orare që janë propozuar. Pra qëllimi është konstituimi i kuvendit duke pasur parasysh që nuk konsiderohet që kuvendi është konstituar pa u zgjedhur kryetari dhe të gjithë nënkryetarët e kuvendit të Republikës Kosovës. Ajo çka dihet tani për tani është emri i kryeministrit. Nuk dihen emrat e personave të tjerë të cilët do të mbajnë pozicione tjera
qoftë në qeveri, qoftë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ajo që ka dihet është që kryeministri i ardhshëm do të jetë Albin Kurti dhe qeveria e Republikës së Kosovës shumë shpejt do të votohet. Së pari ne nuk diskutuam këtu për aspekte tjera përveç se ato që i përmenda para juve. Ajo që ka besoj është e rëndësishme për gjithë, për Kosovën, për qytetarët e Republikës së Kosovës, për ne, natyrisht si subjekte politike, është që Kuvendi i Republikës së Kosovës ta zgjedh kryetarin apo kryetaren, sepse po them edhe një herë që ende nuk kemi emra të përveçëm, dhe në anën tjetër nën kryetarët e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra është e rëndësishme që kjo të bëhet. Prandaj edhe qëllimi këtyre takimeve është pikërisht që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, që të mos ketë vonesa në këtë drejtim. Edhe besojmë që secili prej subjekteve politike në Republikën e Kosovës do t'i marrë përgjegjësitë që i takon. Ajo që ka është e rëndësishme të theksohet është që me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kryetari i Kuvendit propozohet nga grupi më i madh parlamentar. Arsyeja se pse po e përmend këtë është që gjatë këtyre ditëve po ka shumë diskutime në respekt të gjitha diskutimeve, por Kushtetuta e përcakton qartë që kryetari i Kuvendit propozohet nga grupi më i madh parlamentar që del nga zgjedhjet, dhe në këtë drejtim grupi më i madh parlamentar është Lëvizja Vetëvendosje, që ka pasur mbështetjen më të madhe në zgjedhjet e 9 shkurtit, që ka mbështetjen më të madhe nga qytetarët e Republikës së Kosovës dhe i ka 48 deputet. Nga një herë po bëhen pyetje të cilat ende nuk ja u din përgjigjen, por ju lutem që të prisni deri të martën, pra më 15 prill, kur do të mbahet kjo seancë konstituive. Nëse jo deri të martën, unë nuk e di se kur tjetër, por e martja është seanca kur shumë prej aspekteve të cilat ne po i trajtojmë sot këtu do ta marrin përgjigjen. Faleminderit shumë, mirupafshim.